Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në këtë transmetim të drejt për drejt nga studio e RTK-s. Deputetët e Kuvendit do të mblidhen sërish për herë të 26 në përpjekje të konstituimit të legislaturës së nëntë. Pra, derisa në disa seanca rresht, kandidatja e vetëvendosjes për krye parlamentare Albulena Haxhiu nuk ka arritur që t'i marrë 61 votat e nevojshme, pra ka qenë pikërisht vetëvendosje, ajo e cila ka propozuar votim të fshetë. E në munges të korumit, deri tash nuk është arritur të formohet komisioni për votim të fshetë. Ne do t'jemi tani në transmetim të drejt për drejt edhe me dy gazetarët tona, Elmina Osmanin dhe Alinda Sejda, të cilat i përcjellin zhvillimet në Kuvend. Edhe do të lidhemi me njëherë me kolegën Elmina Osmani, nëse është e gatshme, për t'na njoftuar me zhvillimet e fundit atje. Përshëndetje, Elmina. Përshëndetje edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë, sot pritet që për të 26-ën herë, deputetët e Kuvendit të Kosovës të mblidhen në përpjekje për të konstituar legislaturën e nëntë, pra plot në përpjekjen e 26, siç e thash. Ndërkaq që do t'jetë përpjekja e 18 për formimin e një komisioni për votim të fshetë, i cili pra 17 herë radhazi ka dështuar. Do të shohim se çfarë do të ndodhë sot në Kuvend, por me gjithë ato çfarë kemi dëgjuar paraprakisht nga disa deklarata të deputetëve nga Saranda Bogujevci e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Fatmir Limaj i Nismës Socialdemokrate, duket se do të kemi sërish një situatë të njëjtë. Saranda Bogujevci ka thënë se tani më nuk ka dështuar emri Albulena Haxhiut, por përpjekja për komision të fshetë, pra si pasaj që është një keq kuptim se po thuhet po dështon të zgjidhet Albulena Haxhiu, pasi që është shprehur e bindur se nëse me një komision të fshetë Haxhiu do të marrë votat e nevojshme, pra 61 votat e nevojshme për të zgjedhur në krye të parlamentit. Ajo ka thënë se janë në pritje të një opinioni të gjykatës, derisa sipas saj opozitën e kaluar, pra partitë tjera politike i ka quajtur bllokuese të Kuvendit të Kosovës. Ndërkaq që Fatmir Limaj është shprehur se do të vazhdojë njësoj të votojë, pra të sillet në seancën e cila pritet të mbahet pra për të 26-ën herë sot, derisa të ketë një situatë tjetër. Nuk ka dhënë ndonjë detaj ose nuk ka dhënë ndonjë optimizëm, ndonjë shpresë se mund të votojë ndryshe sot pra për krijimin e komisionit i cili po kërkohet pra për votim të fshehtë nga kryesuesi i seancës Avni Dehari. Deri tani kemi pasur këto deklarime dhe një deklarat po ashtu nga lista serbe, të cilët kanë shprehur se edhe sot do të veprojnë në të njëjtën mënyrë pra. Ndërkaq që do të shohim, deputetët kanë nisur të vinë, të cilët janë drejtuar në brenda Kuvendit të Kosovës. Seanca e cila pritet të fillojë në orën 11 me shumë gjas do të jetë sikur seancat e kaluara të fundit, pra pasi që nuk po lëvizin nga qëndrimet e tyre partitë politike. As partia më e madhe, Lëvizja Vetëvendosje, nuk ka ndonjë qëndrim ndryshe me aq sa dihet deri tani. Nëse do të ketë ndonjë ndryshim apo lëvizje nga qëndrimet e saj, edhe po ashtu partitë politike janë të vendosura në qëndrimet e tyre. Siç kemi parë seancave të kaluara, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e kanë kundërshtuar emrin e Albulena Haxhiut, ndërkaq LDK ka thënë se nuk ka vot për asnjë nga kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje. PDK dhe AK kanë kërkuar të ndrohet emri, ndërkaq janë kundër komisionit për votim të fshehtë, pasi që këtë komision e vlerësojnë jo të ligjshëm në pikën kur është futur pra si pikë e rendit të ditës. Kaq sa i përket kësaj linje, nuk kemi ndonjë deputet i cili është drejtuar tani në këto momente, por do të jemi këtu për të pritur të gjitha opinionet e të gjithë deputetëve të cilët do të vinë sot për të marrë pjesë në tentimin e 25 për konstituim të Kuvendit. Mirë, atëherë, Elmina, është ky pra tentimi 26 për konstituimin e Kuvendit. Po. Do të kalojmë tani tek Arlinda, e cila është në hollin e Kuvendit, për të na treguar nëse ka ndonjë lëvizje aty, ndonjë deputet i cili është deklaruar para mediave. Pra, Elmina përmendi që deri më tani janë
deklaruar Saranda Bukujesi nga Lëvizja Vetëvendosje, gjithashtu Fatmir Limaj nga Nisma Social-Demokrate. Përshëndetje, Arlinda, lidhja për ty. Po, përshëndetje edhe për ju. Ashtu, si që thatë, tashmë deputetët kanë filluar të vinë për të futur në salën plenare ku do të vazhdoj edhe përpjekja e radhës për konstituimin e kuvendit. Në fakt, një numër më i vogël i deputetëve të cilët tashmë edhe në këtë orë ku veç do duhet të nisë seanca po vijajnë përmes hollit të kuvendit, mirë po në deklarime nga këtu nuk kemi pasur akoma sepse sipas principit zakonisht shumica prej tyre deklarohen edhe pas seancës. Ajo se çfarë bëri përshtypje është që për herë të parë sigurisht pati një deklarim nga lista serbe përgjatë gjithë këtyre tentimeve të konstituimit të kuvendit në këtë seancë, e cila po mbahet për të 26 herë sot, ndërsa mungesa e zotri Limajt është vërejtur në disa prej seancave të kaluara, ndërsa sot pam prezencën e tij teksa hyri në sallën plenare. Kanë arritur disa nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, por nuk janë deklaruar këtu në hollin e kuvendit, po ashtu edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, teksa i kemi parë derisa kanë hyrë në sallë. Mirë po ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu për të parë se nëse do të kemi ndonjë deklarim. Ja, po vije deputeti nga Partia Demokratike e Kosovës, zotri Rashid Qalaj, që do të tentojmë, jemi drejt për drejt, zotri Qalaj, një përpjekje radhës për konstituim, sigurisht ka pritje për opinionin e kushtetuesës, cili është qëndrimi juaj si deputet, por edhe i Partisë Demokratike të Kosovës. Në fakt është tash një takim i radhës i Kuvendit Kosovës. Presim që partia që ka siguruar, apo koalicioni që ka siguruar më shumë të vota në Parlamentin e Kosovës, të reflektoj, të propozoj një kandidat apo kandidate tjetër, në mënyrë që të merë edhe votat e Partisë Demokratike të Kosovës. Kemi thënë, dhe po themi prap, që kandidatja propozuar nuk kalon me votat e Partisë Demokratike. Është fatkeqësi për vendin, është fatkeqësi për kuvendin, që koalicioni që ka fituar më shumë të vota të ngulkëm për një kandidate e cila nuk merr për krahun e opozitës. A ka ndonjë emër të cilin Partia Demokratike e Kosovës do ta votonte, dhe në anën tjetër gjithë aludimet që zotri Limaj do të mund të jetë si kandidat i mundshëm nga një bashkëpunim i mundshëm me Lëvizjen Vetëvendosje? Ne nuk kemi përmendur kur asnjë emër të përveçëm, përveç se kemi thënë që nuk i votojmë deputetët që kanë qenë ministra në qeverisin e kaluar, ndërsa të ka një numër mjaft të madh të deputetëve të cilët do të ishin kandidat që do të merrin votën edhe të Partisë Demokratike. Faleminderit. Atëherë fillon pra ishte ky prononcimi i deputetit Qalaj nga Partia Demokratike e Kosovës. Arlinda, faleminderit, do të kalojmë lidhjen jashtë kuvendit, sepse është duke dhënë deklarat para mediave Jona Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shumë reforma, shumë intervenime qeveria do të mund t'i bënte edhe t'u lehtësonte qytetarëve. Paga do të mund të rriteshin. Shumë çka do të mund të bëhen në këtë kohë sa ne po flasim. Por kur kemi një parti fituese që nuk arrin me siguru një shumicë të thjeshtë brenda kuvendit, kjo flet shumë për gjendjen në cilën jemi dhe ka një kosto shumë të lartë për qytetarët. Nga partia fituese po thonë që ka deputet nga partitë të tjera që mund ta votojnë. Po, se bojmë edhe në atë. A keni dhe ju përgjithësi për të dalur nga ky ngjarje politik, sepse shohim që gjithmonë akuzat shkojnë në drejtim të partisë në pushtet. Ne shohim që edhe Lëvizja Vetëvendosje ka bërë thirrje në fakt për takime, por që kanë rezultuar pa ndonjë epilog pozitiv për të dalur nga kjo situatë. Kushtetuta e Kosovës i ndan përgjegjësitë në bazë të peshës së votave dhe partia e parë duhet ta siguroj shumicën, duhet ta gjejë formulën se si ta siguroj shumicën. Dhe këtu ne jemi për përfaqësim politik, përfaqësim edhe ideologjik, edhe të mbajtjes së premtimeve. Ne domethënë jemi përfaqësues të një grupi të qytetarëve në bazë të programeve që i kemi prezantuar dhe kemi marrë besim që të vim që ato ide ti përfaqësojmë brenda kuvendit Kosovës. Tani sikur LDK
SBE-ja, ne jemi me një program që kemi përfaqësu, ja u kemi prezentuar qytetarëve dhe kemi marrë legitimitet për atë pjesë. Dhe jemi shumë të qartë në qëndrimet tona. Normalisht që për çdo dialog jem, edhe atëherë kur kemi refuzuar, kemi dhënë opsionet tona, që kaq është fuqia jonë politike, kaq është edhe ndikimi jonë brenda kuvendit Kosovës, ndërkohë që krejt përgjegjësia i takon partisë së parë. Keni marrë ndonjë përgjigje nga organet e rendit kur i keni dërguar për çështjen e mbartjeve të pozicioneve të zyrtara në këtë rast nga kurti dhe ministrat? Shikoni, ajo është një procedurë që e kemi iniciuar edhe i kemi dorëzuar të gjitha faktet. Nuk ka shtet demokratik në botë që një deputet që është pjesë e legjislativit të ushtrojë edhe funksionin e ekzekutivit. Kjo është element bazik i funksionimit demokratik. Nuk ka. Aq më tepër që kemi ligje që e specifikojnë dërheqjen e ekzekutivit në momentin kur bëhet betimi në kuvend. Keni marrë ndonjë informacion, a e nisur hetimi në këtë drejtim, meqense keni shuar vendime prej secilit ministër për të hetuar? Jo, unë mendoj që ajo është pjesë e gjyqësorit, krejt detyrat tona i kemi përfundu duke i dorëzuar, deponuar të dhënat tona mbi vendimet që është duke i marrur jashtëligjshëm kjo qeveri. Kurti dje tha që na kemi qeveri, nuk kemi kuvend. Si është e njëjtët? Po që kjo është problemi të cilin e ka kurti. Ai nuk dëshiron që ta jep ekzekutivin, ti dorëzoj kompetencat e veta. Dhe kjo është problem shumë i madh, kur udhëhiqesh nga një njeri që nuk dëshiron ti nënshtrohet as kushtetutës dhe as ligjeve në fuqi. Kjo është problem në vete dhe mbien tepër keq që ne kemi ardhur në këtë pozitë duke pasur një njeri udhëheqës të partisë më të madhe dhe që nuk e kupton funksionimin bazik të demokracisë. Ndarja e pushteteve është parimi kryesor bazik që mbështetet një shtet demokratik. Nga partia fituese po thonë që ka deputetët të tjera partive që mund të votojnë me votë të fshehtë. Si qëndron puna brenda LDK-s? Keni informacion? Në emër të transparencës, secili deputet është i lirë që të votojë mbi bindjet dhe vullnetin e vet. Ne jemi të gjithë deputet, të cilët nuk e kemi problem që ta votojmë edhe për krye parlamentar, po edhe për ekzekutiv në mënyrë transparente, duke ja bërë të qartë secilit qytetar që e përfaqësojmë kë jemi duke e votuar. S'ka nevojë për një votim të fshehtë, aq më tepër e kemi nisur me votim të hapur. Ku është problemi? Pse duhet votimi të fshehtë, nuk e përkrahni. Jo, absolutisht. Pse ka një nevojë që ti nënshtrohemi një votimi të fshehtë kur mund ta bëjmë votimin krejt të hapur? Faleminderit. Atëherë ishte Jehuna Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pra siç e pat, ajo tha se nuk ka nevojë për një votim të fshehtë. Tha se secili deputet është i lirë të votojë atë çfarë të dojë për krye parlamentar dhe për qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Ndërkaq tha se partia më e madhe fituesme në krye Albin Kurtin nuk po do të lëshojë pepra për krijimin e institucioneve. Nëse po më dëgjoni nga studio, tani pas Jehuna Lushakut në këto momente nuk ka ndonjë deputet, por do të jemi këtu për t'ju njoftuar për të gjitha të rejat dhe opinionet e të gjithë deputetëve të cilët do të jenë të gatshëm të prononcohen këtu para mediave jashtë kuvendit të Kosovës. Po, Elmina. Mirater ishte deputetja nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Jehuna Lushaku, e cila tha se partia fituese që nuk arrin të siguroj votat e mjaftueshme. Kjo flet shumë për situatën në të cilën jemi tani, pra ajo potencoj faktin se duhet të gjej formulën që të siguroj shumicën. Do të kalojmë tani tek Arlinda, e cila ndodhet në hollin e kuvendit, siç duket, është duke bërë përpjekje për të marrë një deklaratë nga Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. 26 herë veprimin e njëjtë, kështu që nuk është që kemi pritje. Mbetet në njëjtë qëndrim i LDK-s? Absolutisht. Atëherë, a do të gjej një rrugëzgjidhje opinioni i kushtetuesës zonja Bajrami? Natyrisht na gjithmonë kemi respektu. Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka ndonjë historiku, nuk ka përfill vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk po e paragjykoj, nuk e di se çfarë do të vendosin, por normalisht se çdo vendim i tyre do të jetë i pranueshëm.
Po, Flënza, atëherë ishte edhe një deklarim tjetër nga zënja Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e që njëjtë u deklarua dhe zotri Lutfi Haziri, i cili tha se nuk ka ndonjë lëvizje sa i përket qëndrimeve të tyre dhe sigurisht asaj që në vazhdimsi kanë deklaruar që një marrëveshje politike do të zgjidhte këtë çështje sa i përket bllokimit të gjithë kësaj situate në kuvendin e Kosovës, se që nuk po lë rrugë të hapur pastaj për krijimin e institucioneve të tjera. Po thuaj se disa, nëse mund të them shumica e partive tashmë ka arritur dhe përfaqësuesit e tyre janë futur në sallën plenare dhe po besojmë dhe presim që pas pak do të nisë dhe vazhdimi i kësaj seance për të 26 herë në përpjekje të konstituimit të kuvendit, e siç duket nga qëndrimet e dhëna deri më tani nuk do të ketë ndonjë lëvizje as në ditën e sotme dhe sipas gjitha gjasave, lëvizja vetëvendosje përsëri do të propozoj formimin për komisionin për votim të fshehtë, pastaj për vazhdimin e propozimit të kandidatës për kryeparlamentare për votim dhe siç duket përsëri partitë tjera nuk do ta votojnë në bazë të deklarimeve të deri tanishme këtu në hol dhe jashtë. Por sigurisht se do të presim rrjedhën e vazhdimit të kësaj seance për të 26 herë. Mira Linda, atëherë do të kaloj me pamje në sallon ku për pak pritet që të filloj edhe seanca e 26 për konstituimin e kuvendit, në bazë të asaj që përmendën Arlinda dhe Elmina, deputetët tashmë veç kanë filluar që të vinë, shumica prej tyre të cilët u deklaruan vazhdojnë të mbesin prapa qëndrimeve të tyre se nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pra nuk janë të gatshëm që të votojnë asnjë emër të propozuar nga lëvizja vetëvendosje, ndërsa dy partitë e tjera, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, gjithashtu kanë thënë se nuk do ta votojnë zonin Albulena Agjiu për kryeparlamentare, por që janë për një të propozuar tjetër i cili shihet si më unifikues. Nga herat e kaluara, pra nga praktikat e herave të kaluara, asnjëherë mbledhja nuk ka filluar në kohën e cila është vendosur, tashmë është ora 11:08 minuta pothuajse dhe ende nuk ka filluar seanca. Janë duke u mbledhur deputet, duke zënë vendet e tyre. Mirate, derisa deputet të zëjmë vendet e tyre, ne do të ndjekim dy deklaratat të dy deputetve të Saranda Bukujevsit dhe të Fatmir Limrit, të cilët janë deklaruar në ardhje për të qenë pjesë e kësaj seance. I ndjekim bashkë. Duhet ta kemi parasysh për shkak që janë dhënë detajet të pasakta, na pohim në votimin e 18 të komisionit. Dhe më thonë që 18 herë nuk flitet për emër, për kryetara apo kryetare të kuvendit, por për komisionin zgjedhor, në këtë rast për votim të fshehtë. Dhe është e përcaktuar me qartë me Kushtetutë e Republikës Kosovës, ku thuhet se duhet të marrin pjesë në votim për kundër abstenim. Nëse dojna me hecë përpara, edhe me konstituu kuvendin, atëherë deputet duhet me votu, si e përcakton Kushtetuta. Ne e presim dhe shpresoj që nuk do marrë shumë kohë të gjatë edhe opinioni i gjykatës kushtetuese në këtë drejtim, por mendoj që janë të qarta të gjitha rregullat, qoftë me kushtetutë, qoftë me ligjet e Republikës Kosovës, në asnjë një vend nuk shkruan që në formën se si fillohet votimi brenda seancës konstituive ashtu duhet mbaroj, vetëm thotë se në seancën konstituive mund të votohet me votim të fshehtë apo dhe të hapur. Ne kemi propozuar që të bëhet votimi i fshehtë, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për
me hecë tutje edhe me konstituu kuvendin. Kështu që fshehurët do ta votojnë? Urna? Kanë deklaruar deputet të partive tjera që në formë të fshehur do ta votonin? Këtë e kanë thonë mes neve. A ka deklaru publikisht apo jo çështje tjetër mas andej. Ato janë çështje mas andej, çështje të brendshme. Vetëm vetëm njëri vetëm me të merat lutna se nuk mundemi marrë dy pyetje të njëjtën kohë. Cila është ideja të vihet në kuvend të mbahet seanca të paguhen deputetët dhe jemi duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese? Si po mendon? Këto janë procedura të cilat i respektojmë, të cilat janë të përcaktuara. E kemi të detyrueshme, do të thonë, përcaktohet me rregullore të kuvendit ku duhet të mbledhet me çdo 48 orë. Dhe ne jemi këtu çdo 48 orë. Ekziston mundësia, do të thonë, edhe ka vendosur që një subjekt politik ta dërgojë çështjen në gjykatë kushtetuese. Është pjesë e procedurës. E presim edhe vendimin, nuk mund të them vendimin, por opinionin e gjykatës kushtetuese. Ne vazhdojmë me rregullat të cilat i përcaktojnë ligjet, rregulloria e kuvendit. Urna? Ndryshime nuk prit. Po ne gjithëherë presim ndryshime. Ne kemi dhënë të gjitha opsionet për të dalë nga kjo situatë. Nuk ka vullnet. Tjetra, pyetja ndoshta duhet të bëhet edhe për opozitën. Për çka është opozita? Pse janë zgjedhur prej popullit? Ky është rezultati të cilin e ka dhënë verdikti i popullit. Edhe ata janë votuar. Edhe ata kanë përgjegjësi dhe obligime ndaj kuvendit edhe Republikës së Kosovës. Nuk mundet të thotë jo vetëm ju e keni përgjegjësinë, jo, kjo është përgjegjësi e përbashkët. Kur vjen te çështja e votimit qeverisë, atëherë është muhabet tjetër. Sonja Bugujevci. Për fund se desha më të pyet, ka pas kohëve të fundit shumë atakime edhe ndaj jush për fatën e Ivica Dashiqit kur e keni bërë prezantimin në Serbi. Cili është qëndrimi juaj në fakt? Këto i vetmi atakim është ndaj viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Edhe është e turpshme, është e rëndë, edhe ky është dëmi më i madh që i bëhet vendit edhe të kalumës tonë edhe luftës tonë. Unë në asnjë një moment nuk e kam përmend luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës është ndër më të shenjta që e kemi. Pra, kjo ishte deklarata e Saranda Bugujevcit nga lëvizja vendosje. Do të kalojmë lidhje me njëherë tek para kuvendit, në fakt, ku është duke u deklaruar Daud Haradinaj. Qëndrojmë asaj oferte të hapun, do me thotë gaqë me votu sot nëse ndrojnë emrin e kandidatët. Faleminderit shumë për ju e ditë marë. Gratere, kemi zënë fare në fund atë se çfarë tha Daud Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, me siguri se do ta sjellim ndërkohë komplet deklaratën. Mirë, po tani do të vazhdojmë me deklaratën e zotit Fatmir Limaj. Unë besoj që ka ndodhur diçka dje e re përveç asaj tash e soja, 24 sa më bon. Besoj tash 26 herë është propozimi duke u votuar, kështu që besoj që ka thënë diçka e re. A ka rënë poshtë kjo marrëveshje juaj në këtë rast? Ajo që unë mund të them është sido që tjetë. Vendi duhet me pas një shumicë parlamentare. Nisma ka ofruar një si më thoni mundësi që ne besojmë me qenë përgjeshëm për faktin që vendi duhet me pas institucione, pavarësisht si e qysh bëhen, pavarësisht çfarë shumica ndërtohen, partitë politike në fund ditës secili ka përgjegjësinë e vet dhe pozicionimin e vet. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën e pasjes e institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votën që kemi dashur që të jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nisëves, po dhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjerat, secili merr përgjegjësinë e vet. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt do të ketë institucionet e veta. Sigurisht që po, gjithmonë deri do të krijohet, si më thon, shumicë parlamentare. A mund të llogaritet në 3 votat e nismës? Për kushtimi i gjithëve, unë besoj që është për të ndërtuar institucionet, për të realizuar ky përkushtim, natyrisht duhet shumicë. Dhe po, shpresoj që po, që do të ndërtohet një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes.
Ishte ky Fatmir Limaj i cili tha se ai beson që shumë shpejt Kosova do t'i ketë institucionet e veta, ndërkohë ne do të kalojmë pamje tek salla ku pritet për pak qaste që të filloj seanca e 26 ku pritet që të konstituohet kuvendi. Siç duket, shumica e deputetëve tashmë veç kanë zër vendet e tyre. Votimi fshet pra u propozua në fillim të muajit maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetaret të kuvendit Albulena Haxhiu nuk ka arrit që në disa votime t'i merrte 61 votat e nevojshme. Politike tashe disa javë, po e akuzojnë, në fakt, njëra tjetrën për blokadën e krijuar. Dy partit parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidatën e vetëvendosjes për kryeparlamentare, e kanë konsideruar si figurë përçarëse, duke kërkuar që vetëvendosje caktoj një kandidat tjetër. E nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë ritheksuar në fakt për të ditësatën herë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit. Mirate, derisa të gjithë deputetët se jenë në vendet e tyre dhe të filloj seanca, do të ndjekim bashkë një deklarat të zotit Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Si do të rrjedhë seanca e sotit sipas jush, bazuar në kërkesat që ka Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdimsi për një zgjidhje politike sa i përket kësaj çështje, ka ndonjë lëvizje? Jo, dhe ma tutje po trajtohet nga partia parë si çështje procedurale dhe përderisa përpjekjet për marrëveshje politike po dështojnë, nuk ka kur gjë që mund të thuhet përveç replikim të seancës. Faleminderit. Edhe juve. Atëherë jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, ku së shpejti pritet që të fillojë seanca e 26 me radhë, e cila ka për qëllim konstituimin e kuvendit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë propozimit për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Pra, partit politike thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që kryeparlamentarit votohet përmes formës fshehtë. Lusë subjektet për një konsultim të shkurt për seancën e ardhshme nga një përfaqësues të vitut, bisedojmë mazi pas nesër është ditë feste. Nga një përfaqësues të partive politike që të afrohen tek foltorja e kuvendit për të rënë dakord për seancën e radhës, pasi që seanca e radhës i bie të jetë të premten, që është edhe festa e Bajramit. Të shohim se çfarë propozimi dhe si do të dakordohen mes vete partit politike, nëse do të ketë seancë apo jo këtë të premtë. Tani partit politike kanë thënë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që kryeparlamentarit votohet përmes formës së fshehtë, dhe ata i kanë kërkuar në fakt kushtetuesës që të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave,
derisa me prioritet ta trajtojnë këtë lëndë edhe të marrin një vendim. Prej momentit që Alianca për Armërinë e Kosovës ka kërkuar një interpretim nga gjykata kushtetuese, pra kjo gjykatë ka afat deri në 60 ditë nga momenti i parashtrimit të kërkesës që të jap një interpretim në lidhje me procedurat për konstituimin e kuvendit, ndërsa partitë politike janë pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese. Kishim deputetën Hikmete Bajrami, e cila tha se Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka ndonjë histori që nuk i ka përfill opinionet apo vendimet e gjykatës kushtetuese, kështu që janë në pritje të opinionit të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë rast. Dërsa deri më tani deputet kanë kaluar vetëm 2 pika të agendës seancës konstituive, ai për raportin e komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe ato të betimit të deputetëve, por që procesi ka ngecur tek pika e tretë që është zgjedhja e kryeparlamentarit. Pra seancat janë duke mbajtur çdo 48 orë, por asnjëherë nuk është arritur kvorumi apo konsensusi i nevojshëm për të votuar për kryeparlamentarin, gjë që po e mban bllokuar procesin e konstituimit të kuvendit edhe të formimit të institucioneve të reja. Pra pak më parë, kryesuesi i kuvendit Avni Deari kërkoi partive politike, që të propozojnë nga një përfaqësues të ofrohet dhe që të merren vesh për seancën e radhës, e cila i bie që të jetë ditën e premte, por që meqense se është festë, të shohim se çfarë vendimi kanë marrë. Uleni ju lutem në përvende që të bëhet numërimi i deputetëve. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në sallë jemi 111 deputet, kemi kvorum që të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive më 19, 23, me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj dhe me 2 qershor 2025, subjekt politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj AK-n nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit, nuk ka propozime, lus deputetët
që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votën për kanë dhënë 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca, takohemi më 5 qershor në orën 11. Pra të ndëruar shikues, ka dështuar për të 26 herë konstituimi i kuvendit të Kosovës, dërsa hera e 18 e dështimit të komisionit për votim të fshet. Në salë ishin gjithsej 111 deputet, 53 kanë votuar për, 1 ishte kundër dhe nuk kishte abstenime. Pra, do të shohim tani rëndom që shka ndodhur edhe në përfundim të seansave të kaluara. Deputet janë prononcuar për media lidhur me qëndrimet e partive politike. Kemi tani zonjën Vlora Shtaku nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila për pak qaste do të deklarohet për media lidhur me qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Në atë do të presim për pak qaste me siguri që nëse jo Vlora Shtaku do t'jenë deputetet e tjerë të cilët do të ndajnë qëndrimet e tyre edhe me shikuesit e radio-televizionit publik të Kosovës. Pra, 111 deputet, 53 deputet kanë votuar për, 1 ishte kundër, nuk ishte abstenime, ndërsa seanca e radhës është paralajmëruar për datën 5 qershor dhe do të filloj në orën 11. Pra, e dim se votimi fshet u propozua në fillim të muajit maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi kandidatja lëvizjes dhe vendosje për kryetarit kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti për të disatën herë që të merrte 61 votat e nevojshme. Ndërsa partitë politike tash disa javë po e akuzojnë njëra tjetrën për blokad, e pam që kryesuesi në fund kërkoi nga një përfaqësues për anëtarët komisionit, por që nuk u propozua. E kemi tani Vlora Shtakun. Sot dështuam sërish të konstituojmë institucionet, vendi është në krizë, ekonomia është në krizë, është momenti të mendojmë për qytetarin më shumë se për vetveten. Sot pat përpjekje dhe fatkeqësisht u kurdis seanca për të akomoduar nevojat e deputetëve, e nuk po arrim që të bëjmë marrëveshje për të mirën e qytetarit, për keqardhje. Kërkoj ndjes, miru pa. Atëherë, Vlora Shtaku nga Partia Demokratike e Kosovës tha se vendi është në krizë, ekonomia është në krizë dhe është për keqardhje në çfarë situate është arritur deri më tani. Kështu që gjithmonë kritikat janë në drejtim të partisë fituese në zgjedhjet e fundit në Kosovë, lëvizjes vetëvendosje e cila ka arritur që të siguroj 48 ulëse në parlament. E kemi tani zotrin Fatmir Limaj nga nisma social-demokrate, i cili do të prononcohet për media. Tani mo tash e sa ku janë zhvillimet e njëjta, s'ka dilem që qytetarët e Republikës Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe më besoj që nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Shqeqenit,
si se subjekt politik ka një agent vetën për të shëruar, si me thonë, alternativat të ndryshme. Ajo që është e qartë është që duhet keni marrëveshje politike e cilat të tjetë Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Besoj që si subjekt politik e ka përgjegjësinë e vetë. Ne, si nish në respekt të qytetarëve të Republikës Kosovës, të votuesve tanë, kemi ofruar një mundësi, mbi bazën e mundësive tona, ideja për të qenë përgjeshëm, për të kontributin tonë në daljen nga kjo krizë dhe sa më shpejt Kosova të ketë institucione tjera. Jam i bindur që shumë shpejt, edhe herë po them, vendi ynë do të ketë institucionet e veta. Faleminderit. Tani mo takimet kanë ndodhur, edhe do të ndodhin, sot e kemi edhe me presidenten, edhe besoj që takimet e tilla janë lajme të mira, kudo që ndodhin, pavarësisht nga kush thirrën, për faktin që është një përpjekje. Është një përpjekje për të gjetur zgjidhjen, besoj që ka me pasën, si me thonë, pjekurit mjaftueshme që në një moment caktuar vijmë edhe te zgjidhja. Ju tani dini, besoj që kemi bën një orë qëndrimet për publikun edhe për juve, dhe që ato që kanë 2 ora janë të njëjtat. Unë nuk e di si do ndodhe ajo që them nismë është e gatshme tash me dha kontributin e vet, me kanë e përgjeshme, me ofru zgjidhje mbi bazën e fuqisë tonë politike dhe mundësisë tonë politike. Si subjekt merr përgjegjësinë e vet. Ne si parti politike jemi pozicionuar, kemi dëshirë që të ofrojmë një zgjidhje duke pa nevojën që të kalohet kjo krizë. Kemi dashur që të jemi të përgjeshëm edhe pra votuesit tonë edhe pra qytetarëve të Kosovës që me kapacitet dhe mundësitë tona që kemi të ofrojmë një zgjidhje. Edhe a do të jetë kjo zgjidhje përfundimtare, nuk varet më vetëm nga ne, varet nga të tjerët. Faleminderit shumë. Atër kreu i nismës social-demokrate Fatmir Lima i tha se tash e sa kohë janë zhvillimet e njëjta, por që a i shpreson se së shpejti Kosova do t'i ketë institucionet e veta. A i theksoi faktin se secila nga subjektet politike i ka përgjegjësitë e veta, ndërsa për nismën social-demokrate tha se ka ofruar të gjitha kapacitetet dhe mundësit e tyre për dhënë kontribut që Kosova të del sa më shpejt nga kjo krizë politike e krijuar së fundmi. Do të shkojmë tani tek kolegët tona për të parë nëse kemi ndonjë deputet i cili është duke dhënë qëndrimet e tyre sa i përket dështimit të seancës 26 me radhë, e cila ka për qëllim konstituimin e kuvendit. Do të shojmë nëse do të ketë ndonjë deputet të gatshëm për të ndarë qëndrimet e tyre. Kemi Arlindën dhe Elminën atje të cilat e kam përcjell nga afër seancën e 26 dhe të gjitha zhvillimet rreth kësaj seance. Pra, partit politike tash e disa javë po e akuzojnë njëra tjetrën për bllokat. Kjo shihet edhe përmes deklaratave që i japin qoftë para fillimit të seancës apo në përfundim të seancës. Pra, 2 partit parlamentare, PDK dhe AAK, kandidatën e vetëvendosjes për kryeparlamentare po e konsiderojnë si figurë përçarëse, duke kërkuar që BV caktojë një kandidat tjetër. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka riteksuar se ata nuk janë të gatshëm për të votuar asnjë të propozuar nga lëvizja vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit. Ndërsa nga lëvizja vetëvendosje kanë theksuar për të disatën herë se nuk e kanë ndërmend që të ndrojnë kandidatën për kryetare të parlamentit. Ata mbesin tek e propozuara e deritanishme Albulena Haxhiu. Pra, kjo ishte seanca e 26 me radhë në të cilën morën pjesë gjithsej 111 deputet. 53 deputet kanë votuar për, ndërsa 1 ishte kundër dhe nuk kishte abstenime. Pra, edhe njëherë kryesuesi i kuvendit të Kosovës, zotri Avni Dehari, kërkoi nga partitë politike që të propozojnë nga një kandidat për komisionin
për votim të fshet, gjë të cilën partitë politike e kanë refuzuar tash e 18 herë nëse nuk gaboj. Atëherë me pamje jemi në hollin e kuvendit, aty ku po shihet që ka lëvizje deputet të cilët po e lirojnë tashmë sallën e kuvendit, me qëndrimet e tyre rreth dështimit të seancës 26. Disa nga ta deklarohen, tashmë i kemi mësuar edhe qëndrimet e tyre, sepse vazhdojnë të jenë konsistent në atë që e kanë thënë tash e disa javë. Kemi Dimal Bashën nga Lëvizja Vendosje, i cili është duke u prononcuar për media, kalojnë lidhjen atje. Po përsëris se 18 herë që opozita bllokon procesin e themelimit të një komisioni zgjedhor. Për shtetëror prapë shumë e rëndësishme kuptu që ne nuk po votojmë për Albulenën, po votojmë për një komision zgjedhor që pastaj të vazhdojmë me procedurën. Ku ata kanë të drejtën me votu pro, kundër ose me abstenu. Është 18 herë edhe dorën zemër, domethënë komplet pogën e mojt e kanë marrë pa e çu dorën asnjëherë. Pra nëse thojnë ata jemi të ordë këtë, ata po vinë në kuvend, refuzojnë me marrë pjesë, edhe po besoj që cili është funksioni një deputeti që vjen këtu e refuzon me marrë pjesë në votim. Tjetra, Kosova nuk ka krizë, ka absurditet të bllokimit të kuvendit të Republikës Kosovës. Veç t'ja kujtoj. Qytetarët e dinë që kuvendi ka pas blokada në të kaluarën, po ka pas një kauz mbrapa. Ne kemi bloku duke po me ndollë gjykatën speciale, duke këshur me ndollë zajednicën. Këta kanë bloku për Albulenën. Të njëjtit që kanë pas vot për zajednicën, nuk kanë për Albulenën. A për kuptën si kur ta këshim pas zellin me kundërshtu zajednicën e gjykatën speciale, që kanë për Albulenën, u menoj që Kosova do të ishte shumë më mirë sot. E për më tepër, po e kundërshtojnë Albulenën, e cila e ka kundërshtuar edhe gjykatën speciale edhe zajednicën. Është absurde për opozitën në orë këtu edhe me mujtë qëndrim para jush. E për më tepër ju e dini që vetë LDK-ja ka thonë me 8 prill që ne nuk do ta bllokojmë konstituimin e kuvendit, ne do të vazhdojmë me votimin dhe konstituimin e kryesisë, e njëjta sot del para jush, shet menojën e gjëra të pavërteta, por refuzon me marrë pjesë në votim i një liderit partisë i cili e ka qitë vetën para shtetit. Prandaj, na vjen shumë keq, por ne jemi te votimi i komisionit që opozita refuzon me marrë pjesë, e puna e deputetit është me votu pro, kundër apo me abstenu, po jo me bloku kuvendin e për më tepër pa kauzë. Faleminderit. Përmendet që opozita tani është në gjykatën e Kaloni, e ka votuar ligje dhe të kaluar për shitën e zajednicën. Jo për zajednicën keni gjuhë dhe gaz në cjellë, si vendosje. A duhet tash edhe këta me gjuhë gaz në cjellë? Pyetja është a duhet me gjuhë këta gaz në cjellë për me kundërshtu Albulenën. A për kupton të duhet me post një kauzë. Veç mendoje me gjuhë gaz në cjellë se po dojnë me votu Albulenën kryetore të kuvendit. Tash po dojnë me krahasu Albulenën me zajednicën e Vučićit, ose me gjykatën speciale. Të njëjtit që dolin ta shohin gjykatën speciale për çdo ditë, të njëjtit e kanë çu dorën, të njëjtit deputet. E tash ti po mendon si gazetor që është njëjtë Albulena dhe zajednica. Është e pakrahasueshme, është absurde edhe pyetja, po për më tepër unë mendoj që këtë pyetje duhet m'ia bëj opozitës, nëse e vlerësojnë që Albulena dhe zajednica gjykata speciale janë njëjtë. Mendoj që na jemi morë vesh. Dëgjo, do të ishim blokus, sikur mos ta kishim propozuar Albulenën. Siç ka bërë PDK-ja në të kaluarën për 2 muaj ditë, e ka mbajt kuvendin fikun për shkak se nuk dhoke propozim. Na kemi dhënë Albulenën dhe na jemi për me zhblloku situatën, shto këtu faktin që kryesia i takon gjitha partive politike. Është ndome hisja në kryesinë e kuvendit. Prandaj na takon gjithë deputetëve për me zhblloku. Mirë po, a duhet me pos zgjidhje? Unë mendoj që po. Mendoj që opozita duhet me i thirrë arsyes me ardh me votu. Për ndryshe nuk ka logjik, është absurde me dol me bloku kuvendin e Republikës për shkak se
të tjerë po thonë ko krizë, po s'ko krizë. Është kuptone që Kosova ko qeveri, ju po djedhë ushtrimet e ushtrisë, institucionet tjera janë funksionale, i vetmi institucion që është i bloku më kuvendi, e kjo vjen për opozitës që nuk e voton, e për më tepër kupton edhe një sen. Këta thojnë, Albini është ma e keqe këtij vendi, njëkohësisht janë të emojt kryeministër, e për më tepër pa mbikëqyrje. Njëri për funksioneve kryesore të kuvendit të Republikës është me mbikëqyr punën e qeverisë. Këta, po më duket që t'ju pëlqy çështë shumë Albini, që po thojnë, le të vazhdojnë e punën sa mbikëqyrje s'ka nevojë. Që unë menoj ndryshe, megjithatë, ne jemi institucione pushtetet të ndora, duhet me posë edhe kuvend e qeveri. Po, kjo është e tëra, është absurde, na vjen shumë keq propozitën që gjendemi, po deputetët që po votojnë për nuk janë për bllokim. Janë ata që s'po morrin pjesë. Faleminderit. Natyrisht e ky Dimal Basha nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili kritikoi ashpër partitë e tjera të cilat refuzojnë që të votojnë për komisionin e fshet, i cili për komisionin i cili do të mundsonte votim të fshet, dhe njësër kritikash të tjera të cilat tashmë janë të qarta tash e në disa seanca. Pra, këtu ka dështuar për herë të 26 konstituimi i kuvendit të Kosovës, e kemi tani deputetën Time Kadria nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, e cila është duke u deklaruar për media, e ndjekim qëndrimin e saj. Nuk e besoj që i besoni as ju, po as qytetarët. Deputetet kanë mandate, kemi marrë nga populli, jemi të partive të ndryshme. E drejta deputetit është nëse i pëlqen me votu, nëse si pëlqen mos me votu, nëse si pëlqen prap me abstenu, po nëse si pëlqen prap me s'me marrë fare pjesë në votim, dhe arsye pse ne s'po marrim pjesë në votim është e qartë. Ka shkelje të kushtetutës. Kalimi i votimit, prej votimit të hapur në votim të mbyllur është antikushtetues. Dhe ne nuk dëshirojmë me u bë lojna të vetëvendosjes me shkel kushtetuesen. Është partia që më shumë të ka shkel kushtetuesen, që ka bë më shumë të ligje antikushtetuese, që jemi detyruar të dërgojmë në gjykatën kushtetuese, dhe ajo që ka deputeti para tha, dhe që deputetet dhe kryeministri në detyrë po thot se po na akuzon bile që po bëhem prapambetur duke mos e votuar një grua e cila është propozuar, por në të kundërtën ne si Aleancë kemi propozuar dy gra që janë të lëvizjes vetëvendosje dhe që kemi thonë që për asnjë kush do i votojnë, që po binë teoritë e tyre. Dhe momentin që Albin Kurti deklaron që i ka votat për qeverinë, ndërsa në anën tjetër nuk i ka votat për kryeparlamentare, ai po e dëmton imazhin e ministrës së vet. Ai pse s'po lufton për vota, sikurse po thotë që i ka për veti për kryeministër. Po, ka blokad institucionale, kemi qeverinë ndërheqe që po merr vendime antikushtetuese, antiligjore, sepse nuk janë me kompetenca të plota, dhe shihni çfarë po ndodh me Kosovën, shihni aferat korruptive të cilat e kanë kapluar Kosovën dhe nuk po ndalen fare. Shumë mirë se kështu harru me vonë, ne si deputet të opozitës në këtë rast nuk jemi pranuar me ndryshu, me marrëveshje, është drejta e kryesuesit të seancës, që brenda 48 orëve kur do me caktu seancën, pa miratimin tonë na kishim marrë edhe ditën e Bajramit, ashtu siç e prashë kushtetuta, po e ka shfrytzu kryesuesi të drejtën e tij që brenda 48 orëve me e thirr nesër seancën. Nuk kemi rënë dakord, as unë, as PDK-ja, as TDK-ja ka qenë kryesisht dëshirë dhe lëvizjet vetëvendosje dhe kryesuesit të seancës. Po, ishte edhe kërkesë që të shtyhet, ndoshta jo të premte po të shtunë, ne nuk e pranuam sepse e thot qartë kushtetuesa që brenda 48 orëve duhet të mbledhemi në seanca deri në konstituimin e konventit, ma ata nuk kemi pajtuar fare, ndërsa për ndryshim të orarit është zoti Dehori e ka ndryshu pa miratimin tonë.
kemi thonë është e pandershme para qytetarëve me dalë, në një moment të tillë tash kur ka fesë, me thonë tash për fesën apo e rregullojmë orarin e seancës sipas dëshirës sonë, dhe ne kemi thonë ne mundemi edhe të premten që është ditë Bajrami me qenë në seancë, po zoti Dehari ka vendosur në të drejtën që ai jep rregullorja e kuvendit që brenda 48 orëve me thirr seancën, ai ka thirrë nisën në mënyrë që të premten të janë të thirrë. Nuk ka qenë qëndrim i njoni. Faleminderit shumë. Vikend të mirë. Jo kena më pones. Pra, të ndëruar shikues, ka dështuar për herë të 26 konstituimi i kuvendit të Kosovës, ndërsa është hera 18 e dështimit të komisionit për votim të fshetë. Seanca e radhës është caktuar që të mbahet të enjtëm, pra me datën 5 qershor, e kjo për shkak se i bie fest nëse do të respektohej orari pas 48 orëve. Për çdo zhvillim të ri, qëndroni me ne edhe në edicionet e lajmeve e në platformat tona digjitale. Mirupafshim në transmetimet e tjera të drejtë për drejta. Faleminderit për vëmendjen.